nisma juaj është përfshirë, është në kalendar, është pjesë e kalendarit. I ka kaluar atë periudhën që duhet të qëndroj në parlament, në kuvend, prej 2 javësh. Komisionet janë të lira, të inkurajuara madje të shqyrtojnë gjitha nismat që janë në kalendar. Dakor, po kjo nuk ka lidhje as me ndonjë qëndrim të qeverisë apo është procedurë parlamentare, është përfshirë në kalendar. Komisionet vijojnë punën e tyre. Ky është qëndrimi. Zoti Sajmir Koreshi, për procedurë. Zoti Sheha i foli. Faleminderit kryetar. Po dhe unë kisha një pyetje me të thënë drejtën, atë ministre e shëndetësisë që o kanë zënë syte. Tani se doja ti tregoja pak pamjet e pediatrisë Lushi që po na hanë mingt. Mingt. Po lozin mingt e pediatria Lushi, zoti kryetar. Prandaj duam interpelancën. Edhe nuk është ajo godina që gjoja do rregullohet. Urdhëron miu këtu si hedh valle. Te kalamajt e Lushnjës. Kështu që të vijë ajo shoqja ministre të le ato buzkuqe që nuk po e thresë për pilaf. Po e thresi për minj që po na hanë, kalamajnë. Ose na sillen fotografi këtu edhe të shmallime me fotografinë e ministres. Se është turp që më shtyhet të interpelata, sa herë vjen radha mu, ka ikë drejti pa ditur ministre e shëndetësisë. Po na hanë minj. Faleminderit, vijojmë atëherë me rendin e ditës. Zot Urdhroni, zoti Sheha.